Takimi midis të dërguarit special të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, Witkoff dhe dhëndrit të udhëheqësit të SBA-ve Jared Kushner dhe Volodymyr Zelenskit nuk do të zhvillohet. Sipas Euronews, takimi i planifikuar në Bruksel është anulluar. Burimet konfirmojnë se bisedimet nuk do të vazhdojnë dhe Zelenski po kthehet në Ukrainë. Sipas Kiev Post, Kremlini pretendon se Witkoff dhe Kushner premtuan të fluturonin direkt për në Washington pas bisedimeve të tyre me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, një deklaratë që nuk është konfirmuar nga pala amerikane. Witkoff dhe Kushner do të diskutonin me Zelenskin rezultatet e bisedimeve të tyre me presidentin rus. Arsyeja e anullimit nuk është zbuluar ende, ndërkohë Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nuk arritën asnjë kompromis pas gati 5 orësh bisedime për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, tha këshilltari i Kremlinit Ushakov, pavarësisht se i quajti diskutimet shumë të dobishme dhe thelbësore.